Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se muaji shtator duhet të shndrohet në periudhën e goditjes vendimtare ndaj qeverisë Rama. Berisha ftoi demokratët dhe qytetarët që të intensifikojnë pjesëmarrjen në protestat e shtatorit për të arritur ndryshimin përmes, siç tha, zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ndërsa shtoi se nuk ka marrë pjesë në protestat qytetare pasi nuk do që t'i politizojë ato. Shfrytëzoj këtë rast për të bërë thirrje demokratëve të Tiranës, por dhe të mbarë Shqipërisë, por në veçanti të Tiranës, që të shndrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit anti-shqiptar, të regjimit diktatorial, autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës dhe të shkojmë si një kom drejt zgjedhjeve të lira të ndershme. Ai komentoi edhe mosvendosjen e himnit kombëtar shqiptar në një aktivitet në Pustec, ndërsa hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të jashtëm pasi i dolën në mbrojtje kryebashkiakut Pali Kolevski. Në ceremoni u ekzekutua vetëm himni Maqedonas dhe jo himni shqiptar. Ndoqa reagimet të turpshme. Në reagimet e tij, si Rama dhe ministri natyrisht shprehnin mos pajtimin me aktin, por mbronin autorin kryesor, kryetarin e tyre të bashkisë. Pra, dilte se kryetari i cili në të gjithë ligjin dhe bocët të protokollit ishte mikprit si zyrtar i kryeministrit vendit mik, dhe shteti duhet të ishte i pranishëm për sigurinë, për të gjitha, për protokollin, për çdo gjë. Pavarësisht se ajo nuk ishte një vizitë zyrtare, por ardhja e një kryeministri në një aktivitet në vendin tënd përbën një. Dhe këta se si të nxirrin të pafajshëm socialistin e tyre i cili merret vetëm me tendra dhe s'ka mendje për asgjë tjetër, një lloj si Rama. Dhe njoftonin se kryetari i bashkisë kërkoi falje. Çfarë falje kërkoi kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është përgjegjësi kryesor i atij protokolli. Dhe fajna e pas ka një shoqat. Në fakt realiteti ky është. Ky shtet është në duart e krimit, në duart e mafjes, në duart e kujdo, po jo të ligjit. Kreu i PD-s solli në vëmendje ngjarjen tragjike në Ksamil dhe konfliktin e parandaluar në kombinat, duke i quajtur dëshmi të qarta se Shqipëria dominohet nga krimi dhe se mungon shteti ligjor. Dëshmi të mjediseve kriminale që janë krijuar në këtë vend si pasojë e mungesës së shtetit ligjor, zëvendësimit të tij me narkoshtetin. Përveç ngjarjes tragjike, e them dhe njëherë, të vrasjes shtetërore të 20-vjeçarit portugez që erdhi të kalonte pushimet në Ksamil dhe kthehet në familjen e tij në Arkivol, e them shtetërore sepse ishin 3 uniforma policie, të cilat në vend që të mbronin turistin, të mbronin 20-vjeçarin, morën anën e vrasit, fshehen krimin, duke dëshmuar se rojet e sigurisë lokale tona janë pjesë në tërësi, jo të gjitha sigurisht, e krimit të organizuar. Berisha e kritikoi ashpër kryeministrin Rama për përpjekjet e centralizimit të kushtetit përmes reformës territoriale, duke i cilësuar atë si një mjet që nxit shpopullimin.